Trajneri i Serbisë Dragan Stojković ka folur në konferencë për shtyp. Stojković zbuloi prapaskenën e bujshme nga dhomat e zhveshjes në shtator, ndërsa kishte edhe një apel për tifozët që sjellja të jetë si Nair Albania. Nuk mund të ndodhë që 4 lojtarë të më kërkojnë zëvendësim në pushim kundër Letonisë. Kjo është vërtet absurde. Kjo është pasojë e faktit që nuk luajnë në klubet e tyre dhe kjo natyrisht që na krijon probleme, u shpreh Stojković, duke shtruar problemin për lojtarët pa minuta në përfaqësuesen e Serbisë. Më tej tha edhe, ndoshta ka analistë që dhe mbështesin Shqipërinë, por mirë, kjo është tjetër çështje. Si mund të thuhet që Shqipëria nuk është kundërshtar të Rreqës? Nuk mund të luash çdo ditë me Francën, Anglinë, Gjermaninë apo Portugalinë. Duhet të luash dhe këto ndeshje. Për dikë është, për dikë nuk është të rreqëse, por për mua është ndeshja më e rëndësishme. Do të doja t'ju bëja një apel të gjithëve që të vini në stadium dhe ndeshja kundër Shqipërisë të kalojë në sjellje të ndershme dhe korrekte. Nuk do të doja të bëjmë ndonjë marrëzi apo të ndëshkohemi. Duhet të jemi të përqendruar vetëm në futboll dhe në ato 90 minuta të lojës, ashtu siç ishim të përqendruar vetëm në sport dhe futboll edhe në Tiranë. Kështu duhet të jetë edhe në Leskovac, shtoi Stojković ndër të tjera.